Kufri dhe hipokrizia. Falënderimet qofshin vetëm për Allahun, paqja dhe shpëtimet qofshin mbi të dërguarin Muhammed, mbi familjen e tij, si dhe mbi të gjithë pasuesit e tij deri në ditën e gjykimit. Kufri ndahet në kufër i madh dhe kufër i vogël. Kufri i madh është ai që të nxjerr prej fesë. Kufri i vogël është ai i cili nuk të nxjerr prej fesë. Kufri ose mosbesimi i madh është ai i cili e mohon imanin, besimin tërësisht, sikurse mohimi i librave ose pejgamberëve, apo ndonjërin prej tyre, ose për shembull ekzistencën e xhinëve. Llojet e tij. 1. Kufri i ignorancës dhe përgënjeshtrimi. Allahu i lartësuar thot: por ata përgënjeshtruan atë, Kur'anin, pa e kuptuar dhe pa ju ardhur shpjegimi i tij. Surja Yunus 39. Ata janë që përgënjeshtruan librin, Kur'anin, dhe atë me çka ne i dërguam të dërguarit ton, dhe më vonë ata do të kuptojnë. Surja Kafir 70. 2. Kufri i kundërshtimit dhe i mohimit. Allahu i lartësuar thot për faraonin dhe popullin e tij: edhe pse bindshëm të besueshëm e to, se ishin nga Zoti, i mohuan në mënyrë të padrejtë me mendje madhsi. Neml 14. E ata nuk të gënjejnë ty, por ata mizor mohojnë argumentet e Allahut. Surja Nam 30. 3. Kufri i mendje madhësisë. Sikurse kufri i iblisit. Allahu i lartësuar thot: me përjashtim të iblisit, djallit, ai refuzoi dhe u mbajt në të madhe, u bë jo besimtar. Surja Bekare 34. Kufri i hipokrizisë. Ai është të shfaqurit e islamit dhe të fshehurit e kufrit. Allahu i lartësuar thot: s'ka dyshim, munafikët do të jenë në shtresën më të ulët në fund të zjarrit. Surja Nisa 145. Kufri i largimit prej fesë së Allahut. Allahu i lartësuar thot: kurse ata që nuk besuan, u larguan, nuk i vun veshin asaj me çka u tërhiqet vërejtja. Surja Kaf 3. Kufri i dyshimit dhe supozimit, hamendjes. Allahu i lartësuar thot për pronarin e dy kopshteve: unë nuk mendoj se zhduket kjo kurrë, dhe nuk besoj se do të ndodh kiameti, por nëse bëhet që të kthehem te Zoti im, padyshim do të gjej ardhmëri edhe më të mirë se kjo. Ati, ai shoku i vet, besimtari i tha, duke e polemizuar atë: a mohove atë që të krijoi ty nga dheu, pastaj nga një pikë uji, pastaj të bëri njeri të plot? Por për mua ai, Allahu, është Zoti im, e Zoti tim nuk i bëj shok askënd. Surja Kehf 35-38. Kufri i vogël është ai që mohon për sosmërinë e imanit dhe prej tij është, siç ka thënë pejgamberi: paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. Fyerja e muslimanit është mëkat, ndërsa brasja e tij kufër. Hipokrizia. Hipokrizia ndahet në dy grupe: hipokrizi në besim dhe hipokrizi në vepër. Hipokrizia në besim është të shfaqurit e islamit dhe të fshehurit e kufrit. Ajo ndahet në disa lloje. 1. Përgënjeshtrimi i pejgamberit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. 2. Urrëtia e pejgamberit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. 3. Përgënjeshtrimi i disa gjërave me të cilat ka ardhur pejgamberi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. 4. Urrëtia e disa gjërave me të cilat ka ardhur pejgamberi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. 5. Gëzimi me mposhtjen, uljen e fesë islame. Llojet e hipokrizisë në vepër. Ajo ndahet në 5 lloje, të cilat janë përmendur në hadith. Shenjat e hipokritit janë 3: kur të flet gënjen, kur të premton mashtron, kur t'i besohet diçka tradhton, në një transmetim tjetër thuhet, kur është në konflikt, sillet jo moralisht, dhe kur lidh marrëveshje, e thyen atë.